Konstituohet Këshilli i Ri Drejtues i Radio Televizionit Shqiptar. Mbledhja u drejtua nga kryetari i zgjedhur nga Parlamenti zoti Fatjun Hoxhalli dhe të pranishëm ishin të gjithë anëtarët që u votuan në seancën plenare të 17 marsit. Gjatë mbledhjes u diskutua dhe u ra dakord për të gjitha pikat e rendit të ditës. Fillimisht Këshilli Drejtues u njoh me aktet e Parlamentit për mandatin e gjithë secilit dhe më pas u votua për nënkryetarin që u zgjodh zoti Petrit Beci me 10 vota pro. Një pikë e rëndësishme e mbledhjes së parë ishte diskutimi për pjesëmarrjen e Shqipërisë në Festivalin Evropian të Këngës që mbahet nga data 13 deri në 17 maj në Basel të Zvicrës. Për shkak edhe të afateve të përcaktuara nga organizatorët e Eurosong, anëtarët u dakordsuan që të thrasin një mbledhje tjetër brenda kësaj jave për të vijuar me procedurat e nevojshme. Shqipëria do të përfaqësohet nga grupi Shkodra Elektronike me këngën Zjerm, që fituan edhe festivalin e 63 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Në këtë mbledhje të parë, Këshilli Drejtues propozoi edhe ngritjen e një grupi pune për hartimin e një procedure të standardizuar për përzgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm sipas përcaktimit ligjor të statutit të Radio Televizionit Shqiptar.